E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV në YouTube me mua Tiron Alilin, për të ndarë me ju dhe për të diskutuar rreth ngjarjeve më të fundit dhe dinamikat që po ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brother VIP Kosovës. Siç duket, produksioni këtë vit fatkeqësisht po dështon. Një video e cila është bërë në fakt virale në rrjetin social TikTok, teksa Dolce, Ludo dhe Eliona janë në dhomë të ndenjës. Nga dhoma e rrëfimit dëgjohet si unita, nëse e quajnë të ktill, banorja që janë dy motra bashk, që është tepër e nervozuar, tepër e stresuar dhe kërkon që të hapet dera që të largohet nga shtëpia. Do me thënë, dëgjohet tensioni jashtëzakonisht i madh i saj. Por produksioni, ashtu siç Alba e tha ditën e djeshme, më pak orë më parë, do me thënë që produksioni nuk e toleron që të del nga shtëpia, të njëjtën histori po e përjeton edhe banorja tjetër e radhës, do me thënë njëra nga dy motrat. Tani, a është kjo dështim për produksionin? Është dështim, sepse në sy të publikut duket sikur banorët i mban brenda me zor. Banorët vërtet kanë nënshkruar një kontratë, kanë hyrë me dëshirën e tyre, janë bërë pjesë e këtij kastit, por do me thënë ajo që në fakt është problem serioz është që nuk mund të largohen në momentin kur duan ato. Për shembull, Alba qëndron brenda kësaj shtëpie sepse ka dinamika, dhe derisa Alba thot që mua nuk më lejon produksioni të dalë, do me thënë nuk i ka dinamikat të stisura, por i ndjen të tilla dhe i krijon dinamika, i krijon debate, ndërsa edhe banorja tjetër që dëshiron të largohet nga shtëpia e Big Brotherit, siç duket ka një presion të madh nga produksioni dhe nuk tolerohet në asnjë mënyrë që të largohet prej aty brenda. Unë në fakt uroj me zemër që produksioni të tregoj pak më shumë profesionalizëm dhe të paktën gjendjen emocionale të banorëve ta mbaj në kontroll të mirë, do me thënë të ketë punë me vetë kontrollin, sepse gjërat po dalin nga shinat, vetë kontrolli po humbet i banorëve, nuk munden të qëndrojnë në asnjë mënyrë, do me thënë të heshtur, brenda kanë një lloj dinamike të madhe dhe dëshirojnë të dalin, por produksioni nuk i toleron. Unë mendoj që banorët duhet jenë të lirë, deri në momentin që ato e ndjejnë veten për të qenë pjesë e kastit, nuk është lojë e lehtë, është lojë shumë nervash dhe sidomos në Kosovë ka patur shumë toleranca dhe shumë lëshime në këtë rast. Do me thënë, janë falur jashtëzakonisht shumë gjërat dhe kjo në fakt është e neveritshme për ta pranuar, sepse është falur një ofendim që është bërë, është falur një denigrim që është bërë, është falur një trajtim jo normal që është bërë, sepse produksioni ka dashur që të përfiton klikime. Dhe gjithmonë të përfitosh klikime, këto gjëra do dalin. Do me thënë, toni jashtë flet kundër produksionit, tregon që në dhomën e rrëfimit është kërkuar që të kryhet marrëdhënie seksuale me Bia Khalifën, sepse duket shumë bukur se Bia nga çfarë rruge vinte dhe për çfarë produksioni e kishte marrë aty brenda. Do të ka patur akuza të ndryshme rreth kësaj ngjarje dhe mendoj që kjo situatë është një situatë e stisur vetëm e vetëm për të marrë klikime. Unë uroj që produksioni të tregoj pak më shumë profesionalizëm dhe ky presion që po u bëhet brenda banorëve të lëshon pe, sepse për shembull Alba ka patur shumë presion edhe pse sot e shohim Melimin afër të lumtur në thonjza, ato përsëri do grinden prap, por siç duket produksioni nuk e lëshon Albën nga shtëpia e Big Brotherit. Çfarë mendim keni ju për këtë izolim në fakt që dëgjohet që banorët kërkojnë të dalin, por produksioni nuk e lëshon? Si komentoni ju këto gjërat?